Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas në përfundim të vizitës së saj në Kosovë të premten, vizitoi edhe Mitrovicën e Veriut, ku ndal në zyrën e Euleksit dhe u takua me përfaqësues të arsimit dhe sistemit të drejtësisë. Në një deklaratë të shkurtër për mediat në Mitrovicën e Veriut, Kallas tha se ishte rëndësishme shkuarja në pjesën veriore të Kosovës, sepse atje dëgjohen narrativa të ndryshme. A safe and prosperous Kosovo is essential for the broader European security. Është e rëndësishme të dëshmojmë vetë se çfarë po ndodh në terren dhe çfarë thon njerëzit. Vizitova gjykatën që funksionon dhe që po pret kthimin e gjyqtarëve serb. Gjithashtu u takova me përfaqësues të shkollave këtu për të kuptuar më mirë situatën, për të biseduar me qytetarët dhe për të parë me sytë e mi se çfarë ndodh në këtë pjesë. Në një postim në Instagram të shoqëruar me video nga takimi në gjykatë, Kallas shkroi se Bashkimi Evropian mbetet i mendimit se kthimi i gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit serb të Kosovës është thelbësor për drejtësinë, stabilitetin dhe bashkëjetesën shumë etnike. Në Mitrovicën e Veriut, Kallas shtoi gjithashtu se forcat ndërkombëtare ofrojnë një pasqyrë të qartë dhe reale të situatës në terren, për të cilën njëra palë thot një gjë ndërsa pala tjetër diçka tjetër. Është thelbësore të flitet me njerëzit në terren për të parë se çfarë mund të bëjmë më shumë që ardhmja të jetë e sigurt dhe e begat për të gjithë në Kosovë, theksoi ajo. Understand because we see one side is telling one thing